Përshëndetje nga kuzhina Nerit. Sot kam vendosur me përgatit 2 kungullor tradicional me peta të pjekura. Pra njërin me krep, tjetrin me sheqer, krejt që kanë nevojitin janë një kungull e kom marrë, e kom qeru, e kom gryja, kom hek farat edhe kom gryjën e grysa, po e kom da në 2 enë, siç po shihni. Te njëna i kom qit 2 grushta sheqer, te tjetra ja kom qit 1 lugë të gjellës me krep, mos të lupës taze, vaj edhe petat e blemet të pjekura. Tepsi i kom qit pra vaj, i kom ly, edhe bismillah fillojna me përgatitjen. Gjysmën e mozës e hedhim tek kungulli me sheqer, është i përzim pra me tholl të mozës. Gjysmën e qesim tek kungulli me krep. E shtojna vojën, pra qesim vaj. Edhe përzina harçën. Përzina harçën pra me sheqer. Edhe përzina harçën me krep. Tepsin pra kemi li me vaj, tash të marrim petat edhe i rrudhëm qështu. Tash e lyna pra çdo pet me harç. Një pet harçën, një pet harçën, edhe kështu deri në fund. Harçën e shpendojna kështu me dorë, tamam që kanë qitur një herë tradicionale që t'ulen petat mirë. Qesim petën tjetër edhe kështu deri në fund. 750 gram peta për njënën tepsit, plumit që të modhe, 750 gram për tjetërën tepsit pra petat. Tash petën e fundit pra e lyna me këta harçën t'holl, e kemi lanë që ka tepru, e kemi hek edhe harçën pra me kungull, veç ta t'hollt e kom lanë të mozës edhe me që ta e ly kungullorin krejt për mi. Vazhdojna qështë procedurën e njëjtë me kungullorin me sheqer, një petë e qitë, një ren me kungull. I kemi lytë 2 kungullor, tash të e fusëm pra në topan, sepse janë të pësia të mëdhaja, me pjek temperaturë 250 gradë pra. I kemi bolla pjekjen e kungullorve, si shpeshefni në topan, temperaturë 250 gradë për 25 minuta. Neve na daft mirë, drejka ju nëse provani po ashtu. Faleminderit për kohën që ma beni nga kuzhina Nerit, ju them miru pafshim.